S'kam ku vete. Se? S'kam vend tjetër. Tu m'la babaj në fillim, punoj gjatë ditës qa punoj vetëm për të ushqyer kalamajnë, se më ka vend jeta para, nuk e vetët para. Çfarë ka ndodhur? Po këtu ku jam unë, kur u ndava atëhere nga pleqë, u ndam se ashtu është edhe vllai tjetër andej. Tha ku do të rish andej apo këtej? Thash zgjova më mirë ka këtej. Për arsye që mos kem edhe me vllain, nesër pas nesër martohesh dhe ai edhe mos kishim konflikte. Punoja deri dje punoja mirë, i ushqeja kalamajnë. Vetëm sa për të ushqyer kalamajnë, se që para nuk besoj të beja. Pata një konflikt të vogël me vllain këtu para ca ditësh. Ai vajti më denoncoi, gjykata më la me arrest shtëpie, kështu që tani jam i pamundur që të ushqej dhe kalamajnë. Nuk dal dot, unë po të dal ata më fusin në burgun. Po të më kapin jashtë territorit të shtëpisë. Dhe më kalem pa afar. Sa e vështirë është për ju? Si përballoni jetën e përditshme tash? Me borxhe, çfarë do bëjmë? Marrim një asistencë vogël, një ndihmë ekonomike, e ku dhe 105.000 lekë. Edhe tjerat me borxhe. Marr borxhe, punoj, laj, si dhe të dyqani, një marr me borxhe, kur i bëj lekë, vetë ja çoj. Fëmijët i kam në shkollë, të 3. Ju keni 4 fëmijë të vegjël. Po. Këtu është një gavan që nga minutë në minutë mund biri poshtë. Qa ti bëj, s'kam ku vetë. Dimri po vjen, ku do rri? Jam i pamundur që ta ngredhë një dhomë andej. Ose tjetë një riparimi i kësaj. Çfarë kërkoni ju sot? Jeni ankuar diku? Ose çfarë kërkoni nga organet e drejtësisë? Ata që ju sot ju kanë mbyllur në këtë dhomë? Kërkoj paktën një dhomë. Sa është kjo, t'jem tokën time, që mos kem debate si me vllain, edhe me një zemë. E di që do vete aty toke ime, po s'më thot gjë njëri. Jam më rregullane. Kurse këtu është ngushtë fare. Ai zbret, kalon, lëviz, se nuk i ve fajesh edhe atit, s'po therr. Plaku kur na la, nuk na i ndau këto gjëra, toka, gjëra. Vetëm unë që kam përfituar 4 dylym tokë, kam 1 dylym aty dhe 3 dylymi kam në vend tjetër. Kjo tokë këtu është ndarë midis jush, sa fëmijë jeni? Jo, s'është ndarë. Që është në emër të babait akoma. Është drejt kjo që ai do t'ju largojë kështu? Tani vlla, çfarë ti them? Nuk e di se si e mendon ai. Ka dhe i mendjen e tij, unë se di si funksionojnë këto ligjet. As jam marrë ndonjëherë me këto ligje. Base e drejt nuk është, po i ka mendjen e tij. Çfarë ti bëj? Është i pleqërisë. Unë kërkoj të paktën me lënë një detyrim paraqitje. Paktën të lëviz, të dalë të punoj, të ushqej këto 4 fëmijë. Se unë po qesh i izoluar këtu, s'kan qa hana. Nuk se eshe pa punë, fëmijët janë në shkollë. Po ndaj i izoluar, nuk i ashtu dot, nuk i ushqej dot. Te kërkoj ndryshe. Me lëri me një detyrim paraqitje ose një shërbim prove. Paraqitje mirë në muajt pak. Ose edhe një herë në javë. Po të paktën të jemi lirë që të punoj. Se po nuk punova s'kan qa hana. Se dajmë me të vojtë. Me të vojtë. S'kam këtë vetëm, së më kam atat mitë, printë më ndimojnë, baba se kam, mama se kam sa. Vllai nuk më ndimojnë se të shkoj familje vetë. Ku të vetë, unë kërkoj të më dim që të më zjedhin. Shteti pëse më të më japi një shtëpi, ose burit më leroj nga ato që janë arreth shtëpie. Të kërkoj që të bëj një ndim të mirë dhe për mua. Është e vështirë që të jetoj këtë dhomë. Viti 6 në dhomë, qa bie jashtë bie brenda, vete psinë për dhomat, ku bie shiu, se s'kam që t'i bej, se pëkon tërë, hynë ujë brenda shpi. Hynë ujë brenda shpi. Këte kërkoj shteti të ndimoj,
ti falenderoj dhe unë po m'bën diçka për mua. Se dhe burrin që ta lirojnë, që të punojë dhe ai. Se unë kam familje vogël të vetë dot në punë që ta le çunit vetëm të punoj të rri shtëpi. Është e vështirë për mua. Sa fëmijë jeni? 4. Fëmija është e vështirë në ekonomikja më sot, nuk e dal dot. Si e përballoni me Me të vështirë. Ja i ndihmoj njerëzit. Edhe këto që janë këtu që shikon, janë tërat gjithë të botës, vetë në një xhep im s'ka vend. Se nuk e kanë, nuk e dal dot. Edhe me të nga me bukë me zjen e dali, si me ilaç me ushqime gjëra të tjera, nuk e dal dot. Fëmijët i kam 3 në shkollë. Na i gjë duan ata shikon te shkolla, thon mami dua unë, siç marrin të tjerë, dua dhe unë. Ke mami, me kaq sa ka mundsi mami, më shumë nuk ka. Ata më thonë që dua këtë, dua atë, thash unë. Bej si ka mami, nuk kemi, kaq kemi ekonominë tonë. Më shumë nuk kemi te për t'japim. Më vjen keq, më vjen shpirt për fëmijë pa ç'të bëj. Këto kushte, këto dhëna, këto gjëra janë. Më shumë s'kam çfarë t'i jap. Si jeton do vi dimi, fto do bej, shi do biri. Ç'të bëjmë të keq, ç'të bëj. Ata them o Zot ta ndihmojnë. Keni frikë për fëmijët që jetoni këtu? Po, frika është, frikë e madhe, është ashtu i themi e burrit, po ç'të bëj, unë që janë do vetë. Të manjëri sot, të manjëri viti 6. Ka të njësët, po të manjëri. E frika është i imja, se po vinë dimit të qallona, po them Zoti më ndihmon që mos bie ta marrë dhe fëmijët.